Më në fund vjen puthja e shumë pritur mes Brikenës dhe Mateos. Me sa u pa nga filmimet e Big Brotherit, ata të dy më në fund kanë shkëmbyer dhe puthje pasionante mes tyre para kamerave. Bëhet fjalë për puthjen e parë në buzë mes tyre gjatë një kërcimi të mbushur me emocione dhe plot pasion romantik. Ishte pikërisht Brikena ajo që ka bërë një lëvizje të papritur e ka afruar buzët drejt Mateos, duke e provokuar atë gjatë kërcimit e Mateo ju përgjigj menjëherë me puthje të lehtë të shpejt në buzë, përpara se ajo të tërhiqej mbrapsht. Ata filluan të dy të qeshnin me të madhe dhe Mateo i tha Brikenës hileqare. Ata vazhduan të kërcenin të përqafuar në ritmet e muzikës, shumë të lumtur me njëri tjetrin. Lidhja e tyre ka patur ulje ngritje. Disa herë ajo u pa teksa i thoshte atij se janë thjesht shok e asgjë më shumë. Disa banor po mendojnë se ajo i është afruar Mateos, sa për të kaluar nominimin dhe nuk e do me të vërtet. Jemi duke u njohur tha ajo, por që në lidhje nuk jemi, shok jemi. Ajo i ka kërkuar Mateos gishtin e vogël, si një gest tradicional dhe simbolik për të lënë pas debatet dhe për t'u pajtuar, në ma gishtin të pajtohemi. Kur prej me s'ke me unda i tha ajo. Ju si mendoni për këtë lidhje, a duen me vërtet apo sa për loj? Për më shumë lajme nga Showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.